Kush është në të vërtetë Mullah X? Është një figurë shumë e rrezikshme. Për shoqërinë tonë, Është jashtëzakonisht e rrezikshme, e dëmshme dhe ka pasoja, dhe unë mendoj që pasojat kanë filluar të ndjehet për shkak se mullarët kanë marrë primat në jetën tonë të shoqërisë kosovare, shqiptare, si doni ta quajmë, ku në vend të rolit shtetit këta kanë filluar të sa jemi afër me aty realiteti. Jemi duke shiu në tojza kuptuar, por duke e përjetu pa asnjë diskutim. Do të thonë ne jemi të e përjetuar në realitetin tonë përditshëm. Pushtetin e mullarëve. Pushtetin e mullarëve. Po, është një pushtet paralel, nuk ka ndonjë si. Ki fjalën kur thon na, e ki fjalën Ne, të shoqërinë apo edhe për spektrin politik Ne, se them ne kam fjalën të gjithë. Për shkak se unë mendoj që shteti i Kosovës, institucionet për shkak të brishqësisë së tyre, që është në fakt një parajzë mullarëve, ju kanë nështruar fuqisë së tyre, të cilët fillimisht shumë vite pas, nëse kthehemi në retrospektiv, e kanë sulmuar rendin demokratik, kuptimin fetar, e kanë përlos, e kanë thyë dhe e kanë paraqitur si diçka të pabesueshëm. Shtoj kësaj edhe brishësinë e atyre viteve që institucionet e reja, pamundësia me ju shërby njerëzve, korrupsioni e të tjerë, që po eri theksoj edhe një është një parajzë e mullarëve për të shtri doktrinat e tyre dhe pastaj këta kanë kriju besim për veten e tyre që njerëz t'i besojnë doktrinës së tyre, institucioneve të tyre që janë paralele me shtetin, qoftë duke thirrë donacione, qoftë duke thirrë mjete financiare, qoftë duke kriju besim në ta që njerëzit të një farformë të donatojnë tek mullarët dhe jo tek shteti. Tek mullarët apo tek Mullah X? Mullah X mendoj që është. A mundi të shpjegoj kush është në të vërtetë Mullah X? Është një figurë mund ta themi alegorik, por nëse jemi më fill mund të jetë edhe reale. Po të mos që përfason ai përsh komplet. Shit edhe kategorinë e liderimit politik apo vetëm ato pjesës teologjike. Pjesa teologjike e mullarëve dhe i përfaqëson, ta themi, të gjithë që unë mendoj se janë në vijin e tij. Por jo të gjithë mullarët, por shumicën që kanë ndikim absolut. A bashkëdyzohen, në fakt a bashkëtakohen mullarët themi tash me mullarët teologjik dhe mullarët politik në këtë pikën e asaj që ju shpjegon një libër, tigjerimi tyre, tendencës për të manipuluar shoqërinë nëpërmjet